Federata dhe Bashkia Lezhë do të mbështesin futbollin amator dhe profesionist me investime në infrastrukturë dhe aktivitete sportive. Konfirmimi ka ardhur gjatë një takimi të përbashkët të organizuar në shoqatën rajonale të futbollit në Lezhë, ku ishin të pranishëm të gjithë aktorët, bashkë me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka dhe kryetarin e Bashkisë Lezhë Pierin Dreu. Fokusi kryesor do të jetë tek ekipi Beslidhjes, i cili arriti të dalë në kategorinë e parë, por edhe tek ekipet e grup moshave, të cilët po nxjerrin çdo vit profesionist në futboll. Ne si bashki çdo sipërmarrje që shkon në drejtimin e zhvillimit të sportit është për të mbështetur. Jemi të angazhuar me futbollin tashmë, me ekipin kryesor, me Beslidhjen për ta në gjallë dhe për ta quajtur patjetër në Super League. Ajo që duam ne është që politikat e futbollit duhet të komportohen me atë filozofinë që kemi ne për të domethënë për të përshëndruar te ekipi kryesor që është Beslidhja. Çdo ka mundësi e kapacitet që kemi ne si bashki do ta shfrytëzojmë dhe do ta mbështesim. Lezhë është një nga rajonet që vërtet e do shumë futbollin dhe ka kontribute ka hershme në zhvillimin e futbollit në Shqipëri. Përveç saj është një nga rajonet që ka më shumë numër futbollistësh në raport me numrin e popullsisë, dhe kjo do vlerësuar dhe do mbështet akoma më shumë. Po të kemi dhe një infrastrukturë më të mirë, duke pas parasysh dashurinë që kanë gjithë njerëzit e Lezhës. Çdo prind në Lezhë do ta bëjë çunin futbolliste dhe ne duam që të bëjnë edhe gocat futbolliste. Duke qenë këtu në të njëjtën kohë duhet ta falenderoj kryetarin dhe Pierinin, të dy Pierin Gatror, për rezultatin e ekipit të parë dhe për ngjitjen në kategorinë e parë, ngjitje do të thonë bindse dhe pas një dyshim gjatë gjithë kampionatit, uroj që të bëjnë një kampionat akoma më të mirë. Konkretisht unë mendoj që ne bashkë, jam shumë i bindur që bashkë me kryetarin e bashkisë, bashkë me bashkinë, ne mund të bëjmë projekte të mira zhvilluese infrastrukturore për ata që kanë nevojë tani. Presidenti i ekipit të Beslidhjes, Pierin Fushaj, tha se objektivi është ngjitja në Super League, por kërkojnë mbështetje sa i përket infrastrukturës sportive, e cila ka probleme. Ndërsa drejtuesi i shoqatës rajonale të futbollit, Kristian Gjidodaj, tha se Lezhë ka prodhuar numrin më të lartë të futbollistëve në vend në raport me numrin e popullsisë. Shumë shkurtër dhe fal Zotit bëm një ekip me emergjencë, por falë edhe vetë çunave, vetë stafit drejtues, arritëm rezultatet që i keni pa. Nuk mund masimisht, 2 barazime dhe në vend parë. Dhe shpresojmë mendimin edhe të kryetarit bashkisë. Mendojmë që ta çojmë përpara, ne shënojmë Super Ligën. Kemi kërkesat e tona që më na dhanë mundësinë që ta zhvillojmë sa më shumë futbollin e Lezhës, sidomos Beslidhjen. Na duhen fusha, ne me ta thënë drejtën e shpirtit stërvitemi si ekip në një fushë katastrofike, nuk kemi pas sa më parë. Që ne qeraj kemi, paguajmë çdo gjë, por nuk është as ambient i mirë. Me një bashkëpunim të mirë, do ta çojmë shumë përpara. Me rajonet italisë kemi prodhuar më shumë futbollistë profesionistë ne sa ata. Elitar është pjesë tjetër, kanë prodhuar më shumë ata se ne. E kanë numër më të lartë se ne, elitarë janë numër më të vogël për shumë arsye, siç e dinë edhe ti, numri i popullsisë etj. Pra unë mendoj që jemi të gjithë fokusuar te Lezhë, pse ka prodhuar mendoj unë për fushave natyrale. Sot në Lezhë ka rreth 5-6 fusha natyrale. Ky bashkëpunim mes institucioneve dhe aktorëve të sportit pas suksesit të arritur nga Beslidhja gjatë sezonit që u mbyll, shihet si një hap pozitiv për rikthimin e Lezhës në nivelet më të larta të futbollit shqiptar, duke u mbështetur në traditën e saj të hershme në këtë disiplinë.